Njerëz bukur, mirë se erdhët në episodin e radhës Garage Lock. Sot kemi një mik tonin ftuar. Kemi shumë miq, po sot është e veçantë sepse kemi një artist në shpirt, kemi një figurë shumë të dashur televizionit shqiptar. Me ne sot është Enkel Demi. Enkel, faleminderit që erdhe sot. Faleminderit që erdhe. Shumë faleminderit që na bekenise. Ju kam pa unë edhe ju një gjoj, po më tepër ju kam pa. Na ke pa në YouTube? Po, në YouTube. Nga ato të live-it apo nga ato post live? Gjitha, me muzikën rock ka qenë mirë, Keli gjithë jetën ka qenë mirë. Tit Becin, Sandrin, Joridën e fugjishtë e para ca kohësh, domethënë. Ka emra plot që i kam një gjuhë domethënë. Po ti rrosh valla. Ku e gje kohën me na pa dhe ne? Jo, po ju ndoshta se dini, po këtë podcastin e ndjekin. Nuk e di se si ju dalin llogaritë kështu me radhë, domethënë, por më boni përshtypje se kur keni marrë Tit Becin për shembull, dhe e thon, ky s'dela si herë. Edhe pyeta Tito, po pse shkove te çunat? E tha, po s'm than çunat, tha vetëm atje ja vlete me shkull. Po kur s'kam thonë unë, jo, ti tha. Ti vini na knoq shumë, Ti vini na knoq për zotin. Na ka zgjat sa ka shunja 2 orë më duket. Ka shku po. Transmetim ka dalë 1 orë 40, 1 orë 50 gati. Ka pas gjëra për thonë. Kishte po, patjetër. Sa dush, edhe gjëra me vlerë. Çifyre. Nëse nuk është se shkoj kaq sa do shkoj sot me Kelin, ja 3 orë gjys. Jo. Në shkurt sa. Kelo, si shkojnë punët? Duhet me thonë mirë, sepse është si i dialogu i dy tironcave. Po ç'a bën mirë, si ke qenë mirë, ç'a bëhet mirë. Mirë. Por jo keq. Domethënë derisa vazhdojmë jemi gjallë në treg, është edhe pa u përplas me njëri, tregon që janë okay. Punët janë mirë. Unë ta thash dhe jashtë kamerave, mu ka pëlqyer shumë herë festivali, prezantimi i festivalit madh të RTS-s. Për mua, them drejtën, ka qenë më i miri deri tani që mbaj mendon. Them drejtën, jo se të kam prezant këtu, po ta thash edhe çfarë. Është më të vërtet super. Një vlerë të jashtëzakonshme, ashtu është, vërtet. Shumë ka pëlqyer. Dhe ka shumë njerëz tjerë që më kanë thënë këtë gjë, kështu që ju ka qenë perceptim i përgjithshëm fakt. Nuk kemi bërë ndonjë gjë të madhe, thjesht e kemi kthyer në prezantimin klasik që kishte festivali dikur. Ndoshta njerëzit i kishte marrë malli për një ku këngat merrte vlerë shumë më tepër se sa drejtuesit e festivalit. Dhe aq pak sa ne dilnim në skenë, shfrytëzonim rastin për të pasur sinergji të mirë me Ornelen, që ishte domethënë një rikthim i jashtëzakonshëm, dhe padyshim merita e Zefinës Aidës që shkruajtën skenaret, sepse un kam qenë skenaristi i një festivali përpara, jo i këtij që drejtova vet. Por ishte atmosferë shumë e mirë, ishte gjithë grupi i festivalit që funksionoi, domethënë se po nuk funksionoi diçka, është jo, dukte se shkoi mirë në ekran, domethënë. Po kjo kur shkruaj skenarin për shkak se ti ke qenë skenarist, siç e the i vit më parë. Duhet i riprezentuesi strikt apo mund të lëvizi, e ka si bazat apo duhet të thotë fjalë për fjalë atë që ke shkruar? Varet nga lloji prezantuesve. Në përgjithësi nuk kam prezantues automat që ti rinë strikt. Por unë jam një nga ata që pavarësisht se shkruaj vet, kur më shkruajnë tjerë të rritë 90% që i skenarit qëndroj. Të vetme gjë që mund ndryshoj është që një fjali ta përshtas me mënyrën se si unë shprem. Jo me mënyrën si mund ma ketë ka shkruar. Po patjetër, është shumë natyrale gjë. Domethënë, por në përgjithësi unë i qëndroj skenarit. Edhe nuk ke arsye pse mos i qëndrosh skenarit kur skenaristi është i mirë, sepse mund të qelloj që skenaristi nuk bën, edhe pastaj ti e manipulon. Pastaj me kaq vjet sa kemi përvojë, ku e di unë, kam përshtypjen që njerëz jo si puna ime, po si atë krasta, për shumë s'ka nevojë për skenar fare. Po. Mjafton t'i japësh skedat e skaletës dhe ai del atje dhe thot gjëra edhe prezanton. Pra, varet shumë nga drejtuesit. Por e mira është që të respektosh punën e skenaristit derisa ai është atje. Do me pa dhe publikun e herë se kur shef që se kam një batuta. Po batutat për shembull ishin natyrale, dukeshin si ishin batuta, mos them se 90% kanë qenë tujat. Ndikon nga publiku, e shef publikun duhet me pa me fjalë.
s'ka rëndësi. Unë kam i problem shumë të madh, që pak veta e besojmë, po unë jam agorofobik, unë nuk mu më shqetësojnë njerëzit që kam në përballë dhe shoh vetëm një pikë. Nuk rime hapsyt me para publiku me ty. Jo. Kjo është arsyeja që unë s'jap mësim, për shembull, nuk shkoj në universitet sepse unë nuk i përballoj dot njerëzit që kam përballë. Vështirë. Defekt shumë i madh. Më kujtohet para shumë vjetësh, para 12 vjetësh mos gaboj, kur ma dhan festivalin për herë të parë. Kam nejt me net të tëra përpara se të fillonte nata e parë, kam nejt te salla bosh dhe vetëm shifja sallën me karige bosh, që ta ambientohesha të më ngopej syri me gjitha të lloj hapësire. Dhe në fillim kam pas frikë, domethënë është natyrale. Po, është normal. Por është një nga ato truket e shumë që ne e manipulojmë. Se di si e keni juve, domethënë juve ju pëlqen për shembull ty të pëlqente më tepër ai projekti që bëret te Vila Enver Hoxhës, ku kishte pak ose as pak publik, apo keni nevojë për sheshe, salla, njerëz shumë? Në momentin që ti do regjistrosh dhe dali produse, ishte edhe kontekstin e pandemisë, kupto? Edhe si ishte i domosdoshëm se tu është publiku. Unë kam skundërtën e Kelit për shembull. Ti e do me njerëz. Unë e du publikun. Domethënë para kamerave jam shumë më i ftoftë, domethënë nuk kam atë frikën e kamerës, që të kemi kamerë. Kur kam publikun përpara, sikur ndjehem më i ngrohtë. Normalisht emocione kam. Po nëse prezanto për shkakun. Kemi qenë herë me Gentin ke një event. Po. Aty ishim, po bëshim podcastin, po ishim me publik. Se kishim bërë herë. Ja kallësitëm me të pi me para që ta hikte emocioni. Ora vetë mjesin. Ishte fort, po doli mirë. Edhe po, nga ishte edhe hera parë, edhe ishte edhe një event serioz. Po. Edhe si tu vazhdu dita dhe duke mësu dhe ne me këtë faktin se që ja morën dorën rrugës me ty. Po e çuditshme me të, ishte shumë e çuditshme. Çuditshme. Unë kam këtë problem, nuk para e them, sepse pastaj s'do m'japin punë. Por mundohem ta përballoj, domethënë, edhe çik eksperjenca bën vetën dhe e kalon vështirësinë. Nuk është ky halli më i madh, por nëse do ishte salla bosh do ishte shumë rehat. Jo, s'është ndje fare herë kjo. S'është ndje fare në televizion. Jo, është një gjë që unë e kam bërë, asa ata që punonin me mua nuk e dinin këtë gjë. Pastaj është zakonisht është momenti i fillimit, pastaj mbasi do fillosh do përqendrohesh tek puna jote, pastaj ka ndryshuar shumë, dikur e mësonim tekstin gjithin përmendsh nga fillimi në fund, tani ka prompter, ka gjëra. Tani mjeshtria është ti ta lexosh prompterin dhe këta mos ta kuptojnë që ti po lexon. Përgjithësi kësaj ja hudhin ata që punojnë në televizion, ose si puna ime që kam bë lajme. Ndërsa aktorët për shembull ngecin gjithë se lexojnë kohës. Po me lajm atëherë s'ka pas prompter atëherë. Ne kemi pas ke gabim, ne kemi filluar te Top Channel dhe kur i bi. Me prompter, Në 2001 ne kemi filluar me prompter. Dhe e bukura ishte që asnjë nga spikerat nuk i donte, sepse ne ishim gjithë gazetar. Ne kishim përgatitur vetë lajmin. Materialin po. Por tani Topit kishte ble prompter, kishte harxhu lekë, thoshte si do të fikni me prompter. Dhe arritëm në një marrëveshje që ja fikën vetëm Sonila Meçës, se ajo nuk e donte fare. Asaj ja fikën. Ndërsa ne tjerët i majshim, dhe kur mbesdiste i thosh atij teknikut mos i jep. Lëre mos tesi ajo, mos bëhet scrolli. Kam provu vetë një herë kur ishim në emision, ishte Isli Çopoknote, Isli Islami. Që po knote dhe unë kisha për bërë rolin e Islit gjas me këtë lajmet, me prompter, po dhe më jepnin kështu lajmet, po për njerëzit që nuk e dinë ajo është shpotim, kur si e gazetar. Ndërsa kur je profesionist, po prap duhet kur ti lexosh, nuk duhet të lëvizësh syt, sepse po i lëvizësh syt ai që është në shtëpi e dallon. Ndërsa ti duhet të kapësh, duhet ta dish disi tekstin dhe të kapësh me bish syrit. Është si ajo puna e kamerës, si t'ja ndjesh në ngjyrën e kuqe kur fillon kur po të regjistron. Rrugë profesionale, ju çuna goza që na ndiqni. Këtu, si ka qenë fëmijëria jote? Se di, domethënë një pjesë shokëve nga ata të fëminisë një dy mi kanë bëra. Si do të edhe ca përfundu në burg. Po një pas ke shpëtu. Qa brezi. Ca ja dolën. Çe rrugaç. Ca ja dolën.
Jo, unë jam rrit këtu në periferi të Tiranës, tani s'është më periferi, se tani bitjet qendra e Tiranës, po tek parko të buzave rruga Babregja, dhe ne ishim pallatet e fundit, dhe mbas nesh pastaj fillote i fusha modhe, ka qenë një fermë e madhe, e cila vazhdon drejt e fusha aviacionit. Dhe vetmja pikë në cilën ti mund gjej një objekt ishte një që e qunim nyja e betonit. Pra, jam lindë e jam rritë në Tiranë, por ambienti i fëmirisë, i lojës, kanë qenë fusha me bar, ku gjushim për kakzoza, për shpend nga më të ndryshmit, dhe her pas here në shtëpi unë sillja nga këto lloj trofesh. Prandaj dhe kur ishim te ferma i thash atij që kam vjedh karrota, sepse ferma që kishim ne, bote vetëm karrota, dhe ne merrshim një sasi industriale karrotash në shtëpi që s'kishte që t'i bote njeri, për çfarë duheshin ato. Domethënë jam mësuar gjithmonë me qenë rrugaç, kam lyt me kapsolla, kanë qenë me ca doça që i mbushnin me karbitë dhe që plastin. Edhe me qesa. Po, domethënë. Ja, ka qenë raketake ajo. Ajo ka qenë me barut, valla. Ajo ka qenë me kështu me kuqen, po kjo është ndryshe kjo. Edhe ajo me barut, hidhej lart edhe kur binte plaste, domethënë mbushnim kapsollat ashtu. Pra, gjitha këto lloje, dhe ndonjëri nga ne jo ka pre në i gisht, jo në i sy, në i vesh, në i gjë. Por unë, që zoti, dola i saktë. Ishte një lagje pak e lënë masdore, domethënë zakonisht ishin njerëzit e harum të shoqërisë. Disa ishin persekutuar në një farë mënyre, pjesa tjetër ish prostituta, xhepista, kështu gjërash domethënë. Intelektuale me fjalë. Po. Kam bërë dhe leksione private me kështu me Shami, siç ishte ai te filmi Oliver Twist, për të mësuar se si me vjet xhepat. Njëri nga vllai i madh i shokut tim shumë të ngushtë, që e kam shok sot kësaj dite. Ishte profesionist i kësaj pune, dhe donte me bë grupin e vet të çerrave që ti mësu kalamojt. Por nuk kam vjedh, nuk kam vjedh. Domethënë nuk është se arrita deri në këtë fazë. Pastaj në Gjon Treg e ke kap, se unë kam kap se Gjon Treg në moll në kështu. Ato tregut janë gjobur, jo në gjë të madhe, domethënë nuk kujtohet. Në familje jo, domethënë nuk më merr mendja. Pastaj kur u rita te Pazari i Ri, domethënë kapsha në një kokërmoll kur kalojsha, por këtë e bësha më tepër për të vënë loj shitsin, jo se kisha në. Më vonë pastaj nga klasa e 7, mos gaboj, kam shku te 21. Edhe pjesa tjetër pastaj është te 21. U afrove çik. Jo, kështë dalë në qytet. Praktikisht isha 10 minuta larg në këmbë nga lagja, por u dukte larg fare. Ishte bulevardi, i rrethi i 21-shit që kanë u vënë semaforët e parë, janë vënë mute para pallatit tim. Çfarë vitesh bëhet fjalë? Viti 86-87, domethënë këto. Për shembull, nuk e dini kur janë vënë semaforët e parë në Tiranë, hiç s'kishte makina për semaforët. Kanë vënë kot fare. Ne kalamojt e lagjes, sa herë dilte e kuqja, dhe ishte në një kamion, i dilsim dhe i kërceshim aty përpara. Nuk e di pse ishte kjo loja me kërcy para makinës. Megjithatë semaforët deri nga viti 2000, më e men nuk i respektohet kush në Shqipëri. 2000, po them vitet 2000, vitet 2000 deri nga akoma që nuk i respektojnë, domethënë, por mos ta hapim këtë temë, do i hapim punë policisë. Po tamam. Si e krahason Shqipërinë atëshme me këtë sotshme, domethënë. Po është padyshim më mirë, më mirë kjo sot më domethënë. Jo, më mirë diskutohet, se kushtet janë, po ne kemi gjithmonë tendencë të tregojmë vetëm pjesën e këndshme të kësaj historisë, asaj që krijon humor. Por ka qenë një varfëri ekstreme, domethënë ishte të veshur keq. Mbaj mend që unë kam pas edhe babën smur, edhe nuk kishim nga ana ekonomike shumë mirë, dhe na mungonte, jo se na mungonte ushqimi, po ishte shumë i vështirë me i gjetë ushqimin, edhe nuk e di çka ka bëjë nana jon për të na majt gjithëve,
që të kishim një kokër vezë ose të kishim një gjys pule me hangër, sepse nuk bëje plot pule, ndaj për gjys. Domethënë me ato tollonat. Ka qenë koha tollon, koha rradhve. Rradhva i guri, rradh çushti. Mbaj mend rradhava i guri pafund, bidonat fillimisht kur ishte më i vogël ta jepshin vetëm 5 litra, pastaj fillon na jepshin 10. Domethënë më i bidon ka qenë përpara kësaj krizë madhe që u mbyllën me kinesa, apo ashtu ka qenë gjithmonë. Jo, më rradha ka qenë 85 e mrapa burr. Më maj mend deri në 89-ën me rradh ka qenë. Ke izolimi. Maj mend veten 5 vjeç, më jepshin një bidon vetëm me maj rradhën. Nga funi 80-s, kupton? Kurse keri ka YouTube Jo, mbaj mend atë periudhë, po kam përshtypjen mbasi u prishëm me Kinën filloi, mbas 78-s, po themi mbas viteve 80. Filloi racionimi dhe radhat e mëdha, domethënë radha për gjithçka, domethënë ti ishen radhat e Zerzavatet, radhat tek dyqani i bukës, radhat te dyqani i mishit padyshim, domethënë kur ishte çështja e tollonit. Rrallë te peshku, pra domethënë po zakonisht te peshku kishte rrallë kur vinte në një peshk i mirë. Domethënë në sensin që kishte në një peshk më të madh se sa sardelet ose nuk e di pse në atë kohë për shembull kishte shumë sardele, shumë midhje të qerume, por që në Tiranë paktën nuk i vlerësonte njëri, dhe raki Jupiterus. Po raki dëllinje. Një lloj gjini që mund të jetë. Po. E huaj apo e bën? Jo, ishte Shqipërisë, po quhej Jupiterus. Dhe në Zarzavate, në qoftë se ti nuk kapje momentin e furnizimit, kishte vetëm presh. Domethënë, te dyqani ushqimoreve kishte marmallat, shumë marmallat. Me qese marmallatat. Me qese, vinte kështu si tulla selikate. I prisin. Dhe marmallat në i kavanoz me reçel, fiku, zakonisht, se reçeli qersisht nuk rezistonte dot. Dhe asnjë gjë tjetër. Domethënë, dhe pra ne edhe sot e kësaj dite kur bëhet fjalë për bukë me sheqer, me ujë apo me 2 pika vajullini e kështu domethënë ka qenë për shembull zhduk vajullinit ka te 7-88 kishte doli një prodhim i ri quhej vaj i përzim. E maj men, kanë qenë duket shumë metalike, 5 litroshe në vaj. Ai helm komplet, ha? Ai ishte vaj dy dielli ulshin ca pika ullie, dhe me sa me marr ngjyrën. Edhe ai quhej vaj i përzim. Domethënë ishte një tmerr i vërtet, no. Pra, në këtë lloj pikpamje nuk kam ndonjë nostalgji për të treguar atë periudhë. Madje mua më ngjallin krupën këta që kanë nostalgji për periudhën e komunizmit. Domethënë ndjehem shumë keq. Domethënë nëse ka një moment që e humb edukatën, janë pikërisht këta që më dëbdojnë atë lloj periudhe. Drejt. Domethënë hanim një herë në vit kur ishte vit i ri dhe kaq. Domethënë pjesa tjetër ishte ç'kemi mirë. Ti marr frutat i herë në vit. Në vit, i fut poshtë krevatit. Ka qenë për shembull një ndarje që ka qenë e turpshme, por në të njëjtën kohë duket gati raciste. Se kur vite 5 maj, për shembull, këta që ishin gjoja familje dëshmorësh, merrshin nga 2-3 kg moll. Ishin privilegjuar me fjalë. Ju ai jepshin se pretendoi që veteranët bëshin vizita ose këta komandantët e partisë, dhe duhet të kishin fruta në shtëpi. Edhe te gjithë pallati jon njoni merte vetë. Edhe na vite shumë i not domethënë s'kishte vdek në njoni nga. Prit ke cipë atë, të vjen në shtëpi me qezën e mollë. Ti vjen mollë. Unë sot këtë ditë nuk e ha mollë. Ja, veç prej natit. Po në gjë të mirë, çka ka pas nga pjesa artistike për shembull. Mund si të thosh në gjë të mirë ose në fushë tjetër. E ke menuar ndonjëherë? Do të thënë vlerësimi që i boj artistëve, sepse artistët atëherë kanë qenë shumë limituar, kanë qenë ekstrem i limituar. Jo, artin moron kod për shembull, po ndoshta në sektor tjetër. Unë mbaj mend që kam qenë frekuentues shumë i rregullt, pasi se isha goxha i ri në moshë i teatrit dhe i kinemas, lexonim shumë, librat kanë qenë të jashtëzakonshëm, i pjesë ka qenë klasikët ne i njohim prej asaj periudhe, sepse lexonte përgjithsisht rinia apo lexoshim gjithë, sepse ti nuk kishe çfarë të bëje, domethënë nuk është se kishe programe me pa në televizor edhe por ije deri në 2 metra pa një notës. Kuptohet kur kishe një film që ti mund ta kapshe te Jugosllavi me kanoçe edhe e shifje, ose kur vite vera që kapshim italianin, mund të shifshe në një gjë, domethënë, por në përgjithësi jeta brenda familjes ishte e varfër në këtë pikpamje. Edhe kështu që ishim detyruar me lexuar ose me dëgjuar radio.
Kjo është arsyeja që ne njohim shumë muzikën, gjitha zhanret e muzikës së viteve 70-80, ndoshta edhe më herët, sepse këtë e kemi për radios. Ka pas filma shumë të mirë. Unë mund të t'jap disa filma shqiptare që unë për vete i fus në kinema botërore, që janë filmat e Dimitër Anagnosit, për shumë. Lulkuqet Bimure, apo qoftë Malet me Blerin Mbuluar, domethënë që janë filma të rrallë, në mënyrë si i ka realizuar. Ka pas teatr shumë të mirë. Mbaj mend kur kam pa Natën me hën të Mont Budinës, regjizori, shfaqja vjej nga një novele vogël e Ismail Kadares, kam pa për herë të parë Ema Andrean, pa dyshim rash në dashnime. Ja kam thonë më vonë Ema Andreas. Ema vazhdon të jetë thyrje zemrash për brezat. Po jo, për atë kohë, domethënë Ema ishte duhet këtë qenë 17-18 vjeç, diçka e tillë. Domethënë akoma më duket si nuk ishte futur në ose ishte në vit parë në shkollë lartë, në institut. akademi. Akademiu po më vonë, në atë kohë ishte institut. Instituti lartë i arteve. Ilaje. Pra, kanë qenë disa shfaqje, i ka qenë Godice, ka qenë një tjetër që ka bërë shumë buj. Unë dhe Mefistofeli e ka pas shkruajtur Bashkim Hoxha. Buj të jashtëzakonshme. Pra, ka pas disa shfaqje, teatrin përgjithësi ka qenë i mirë, ka pas shfaqje skematike, pa dyshim, por në përgjithësi vjeshin edhe klasik, për shembull, kur është vënë Zbutja Kryeneçes e Shakespeare-it dhe ka qenë Tani Mami me Yll Kamojën, janë thyer dyrët e teatrit. Nuk po të them për Pallatin 176, që kishte njerëz që mund ta kishin pa 10-15 herë dhe prap shkonin ta shihnin. Domethënë ka qenë kjo periudha, ka qenë shumë e rëndësishme estrada në atë kohë. Po, Estrada, sepse ishte i vetmi oaz humori dhe i muzikës live, sepse estrada luante vetëm muzikë live, nuk luante se koncepti i incizimit nuk ekzistonte. Kishin as kushtet me 90-ën ka filluar shtebur, 90-91. Mbaj mend kur u kthy nga riedukimi, kam shku me pa, megjithëse isha i madh, një shfaqje në cirk të Tiranës, vetëm se i bite kitarës Nand Radi, Francesca Radi. E kthyn nga internimi, nga ishte nga Bulqiza dhe i binte kitarës aty. Tani ne të na thoje, ai nuk ndonte, vetëm thjesht i binte kitarës dhe ato pjesët muzikore që ishin për të shoqëruar numrat, nuk është se botën e gjotë jashtëzakonshme. Po për ne duke si po një gjoshim Eric Clapton, domethënë apo Jimi Hendrix, sepse cirku kishte një lloj demokracie, mund të bënte në një solo 30 sekondë. Ai është demokracia. Kitarat, se përgjithësi variacionet me kitarë për shembull në festival, ato kalojshin gjithë të harqet. I bëshin harqet trompa po. Nuk bëj fjalë që të kishte kitarë. Megjithatë filloi të ndryshonte i çik, domethënë. Ishte mbaj mend që ishte Genzdashi, Edison Miso, po ishte kryesori, sepse ai e udhëhiqte, ishte edhe profesori në universitet. Po Genci ishte, ne kishim mundësi ta shifshim edhe privatisht në këto festat që bëhen me një shkollë, me një mbrëmje që quheshin në atë kohë. Aty lunin edhe mbas orës X, pra flasim 9 e darkës, sepse në atë kohë 9 e darkës konsiderohej shumë vonë. Ata bëshin një gjë që ishte në purple, në shkelçin me çik. Jo, më bëshin Smoke on the Water, kalonim në këtë lloj faze, domethënë. Pra, në këtë lloj pikpamje nuk është se kemi qenë dram, por edhe ndoshta nuk i kuptonin vlerat e vërteta të asaj kohe. Më vonë pastaj ti reflekton sepse shef se si është komercializuar sot dhe prandaj sot edhe muzika e lehtë që bëhen atë kohë duket e jashtëzakonshme. Për shembull 100 këngë të shekullit është pikërisht nostalgji e gjithë asaj periudhe. Po. Dhe kanë bën mirë që i kanë kthy, me thënë drejtën. Edhe pas herë duhet i kujtojnë këto brezat e ri që tini gjën se ato kanë kontaktin me. Po kanë probleme me tekstin ato. Domethënë kanë disa prej tyre kanë probleme me tekstin. S'është thjesht se kënaqen për partinë. Për shembull është kjo konga që është këngë shumë e bukur, kjo Alo e Luan Zhorgut. Po teksti është, domethënë trama e tekstit është i çift që ky mërzitet se e kanë çuar për të punuar ne nga
jashtë Tiranës ose jashtë qytetit. Do me morë gru me vete. Dhe do me as grujo e ka të fejume. Dhe në fund këngës fejumja kishe marru mua mbeti. Jo zbojshë gjë me të fejumen. Ndërsa të martohesh. Si kështu e qenë? Po, ashtu ka qenë. Tani e bojën një gjë, po si apo shifeshe, bojën një xhiron e gjë të vogël. Kot fare. Se ishte edhe çështje se s'kishe ku. Se ne jetoshim ku ti shkëpse. Makina jo, se pas. Ja. E keni dëgjuar atë çështjen e Chelsea-t, kush ka Chelsea? Jo, se di. Po ishte në Joni në shtëpi bosh. Ja, kjo ishte puna që kishte Chelsea shtëpi. Kush ka Chelsea? Domethënë se që ke shtëpi bosh. Dhe ajo kthej me orare. Domethënë nga ora kaq deri në kaq motel pisteu dhe i funit i shkret duhet latë edhe shtëpinë. E madhe. Uç na knoqë. Tani kthehemi, ti e bë gjysh, ë? Po, ka ca muj. Si është ndjesia e të qenë gjysh vet? Si e kujton, domethënë, i kujton shpesh edhe lidhjen që ke pas me gjyshit e tu, domethënë tani që e bë vet gjysh? Po jo në gjithë madhe, sepse unë nuk jam i gjysh klasik, domethënë nuk është se do marr trajset të bëj pazarin edhe ne prallë do lexosh ti avash. Apo edhe prallën thu. Unë i kam treguar shumë kalamajve të mi pralla, po jo të lexuar, të sajume. Ajo është më e bukur. Po. Se ndihmon fantazinë e fëmijës. Edhe mbaj mend që gocës sidomos i tregoja kur kishim i shtëpi në plazh edhe shtriheshim gjithë në tjetër krevat. Domethënë unë, Çuni, goca dhe Sila, edhe i tregoja gocës një prallë që i kishe saju me i lepurushe, me i ketër, se ma i mend domethënë tani. Edhe i sajoja mbrëmje për mbrëmje, i sajoja një episod të ri. Asaj, që as vetë se dia, domethënë si fillon dhe si mbaron, Se ku e ke lënë. Ishte episod heroik, që kishte dilte gjithmonë i kuçetër, dilte jo, domethënë fitoshin këta që i tregoja, dhe kur ktheja kokën shifja si në gjeze dhe gjumë. Po të thënë Ose shifja që e zë dhe gjumë i gocën edhe e ndaloja. Thoshte, ama vazhdo të na tregon fund. Ndërsa në raport me Çunin që na ka ardhur në shtëpi, domethënë është një lloj restarti, është më duket sigur është Çuni im, domethënë, edhe atë që në atë kohë që s'ja kam pasur Çuni tim, tani po ja varg të tjetrit. Po shly ato kohët që por nuk jam gjysh shumë e shpreh standarde, për shembull tani më pëlqen shumë se ata ngaherë kur ai grindet për ta vënë gjumë i vënë sepultura për shkak. Ja, sa bukur. Sa bukur. Është në këtë lloj ritmi. mirë. Tu rrit mirë, po rritet mirë. Po rritet mirë. E mësu me këtë rolerin ose me fjalën gjysh. Ja, po unë nuk i them Po vetë. ta thon Çuni më, shko ke gjyshi për shembull. Ja, i thotë shko te baba, se ne ata në shtëpi në përgjithësi më thon baba kel, domethënë shko te baba. Dhe nuk besoj se shkon me këtë. Ja, ka dalë për Rosë Renisi. Kjo çfarë është më? E Ros, po më falni, por nuk mund të ju përgjigjem këtë moment. Ju kërkoj ndjes publike. Kalofsh bukur. Hajde, shumë seriozisht. Bona sajtë. Me gazeterin, kur ke fillu? Kur ka qenë fillimet? Në 91, domethënë isha student në Shkodër, po thuaj po marrësha, domethënë kam studiu për mësues. Po. Edhe s'doisha me shkollë mësues, domethënë. Po si shkova në Shkodër, si aty vanzor në shkollë, nuk është se Atëherë ishim të nxjerr me talerin, po. nuk ishte zgjedhja ime. Tani them që është një nga ka qenë fat për mua që ma kanë qitë shkollën aty. Sepse njofta një gjë, një qytet që as do mbite në herë për ta njoftë, dhe tani e kam si qytetin tim të dytë, sepse këta të shtëpisë nuk vinë po që për mua kisha shku dhe kisha jetu në Shkodër. Ndjem shumë mirë, shkoj shumë shpesh, jam shumë i pranishëm qytet edhe aty nuk kam nevojë me pyet njëri se ku duhet me shku. Po, normal. Ndjem pjesë e qytetit. Por në atë kohë aty më nxorën shkollën dhe edhe shkova, dhe thjesht nuk doja të bëhesha mësues, fillova çoçja ca tip skicash, artikuj, nuk mund t'i thush aty në që
te gazeta Rilia Demokratike, thjesht isha komunistat, domethënë kjo ishte Po, normal. i çik me stil, sepse nuk është se të botoheshin çdo lloj shari. Po, patjetër. Edhe ky më ka botu shkrimin e parë, ka botu Frok Çupi. Ai ka qenë kryedaktori i parë i Lindjes. Pastaj fillova duke Ishte ndru pushteti apo akoma, se 92-sh? Akoma. Flas për 91-shin, domethënë pushteti është ndruar në 22 mars të 92-shit. Po. Ato janë zgjedhjet e para që fitoi opozita ose PD-ja, ndërsa në 31 mars të 91-shit, kur nga qenë zgjedhjet e para pluraliste, i fitoi Partia e Punës dhe i fitoi me 70%. Domethënë PD-ja fitoi vetëm qytetet e mëdha madje, fitoi Tiranën, Vlorën, Korçën, Elbasanin, kuptohet nuk fitoi në Fier, se aty s'ka shans me fitu ndonjëherë. Fitoi Shkodrën, fitoi Lezhën, domethënë fitoi qytetet. Fitoi qytetet. Filloi të thyej çik frika, pastaj 92-shin edhe tamam ose. Po frika u thy tamam për sepse Ramiz Alia humbi ishte presidenti, humbi Tiranë me aty ka qenë tek shkolla kuqe. Dhe u humbi me një inxhinier gjeolog, i cili ishte i panjohur, ishte thjesht burr shumë i mirë, shumë i ndershëm. Edhe mundi, po nuk e mundi Ramiz Alin, e Telendisi, domethënë fitoi me kështu diferencë shumë të madhe, po. Dhe u kuptoi që gjëja do ndryshonte, por fshati ishte akoma shumë dhe provinca ishte akoma shumë komuniste. Dhe pastaj filluan këto lëvizjet e mëdha të sindikatave, të cilat bën ca greva të plota, ca greva urishe kështu me radhë, domethënë qendra ka qenë Minjera Valjesit. Edhe 22 marsi pastaj ishte logjike i do fitonte PD, u shpallën zgjedhjet parakohshme, vendi u fut në krizë, u ndërtoi një qeveri që u quajt një qeveri ku ka qenë kryeministër Ylli Bufi, zëvendës kryeministër Gramos Pashko. Harova si e kishte emri qeveria e shpëtimit, diçka e tillë. Teknike në thellë. Sa po boi gati për zgjedhjet e tjera. Ishte teknike, ishte qeveria e gjithëve. Domethënë ishte edhe Partia e Punës. Po që po prisë me u bë zgjedhjet e reja. Dhe 22 mars pastaj ka qenë fitore kështu 7% por nga krau tjetër. Domethënë kjo ka qenë. Në atë kohë unë kam filluar më marr me gazetari. Domethënë në atë kohë fillova raportimet e para dhe 92-shin kam marrë rrogën e parë si gazetar. Dhe që atëre pastaj s'kam bëu zanot tjetër. Domethënë po kam punuar në për gjitha gazetat. E ke pas pasion domethënë që më vogli besoj. Pas shef, filmi mos u bë mësues. Jo, kisha dëshirë të shkruaja, domethënë kisha dëshirë të evidentohesha, më pëlqente shumë kjo që quhet fam, nuk mund t'i them, po që doja të kisha qasjen publik. Dhe pastaj kam pas një fat kur punoja te Gazeta Republika, bënim një suplement kulturor, ne ishim ja 4-5 veta. Dhe aty bëm një intervistë me Krastën. Intervistë shu si kjo që po bëjmë tani bashkë dhe bëtum gazet. Ai nuk e di, madje e kemi sjell Adin te shtëpia ime. Mbrena në shtëpi, se ne s'kishim as mjete kështu me regjistru me mikrofonike thjesht. Kemi marrë një majtofon, e kemi regjistruar me majtofon. Kaset, po. Edhe ai pastaj na dëgjoi zërin dhe më ftoi në Radio Tirana, bëte një program nate, që quhej Heshtje Jo, dhe unë jam fut për herë të parë Radio Tirana në orën 3:30 mëngjes. Dhe aty pastaj kam filluar radio. Domethënë që atëherë unë bëj radio, domethënë kam pas shumë pak pauza, por në përgjithësi kam bërë radio për ditë. Domethënë që në atë kohë. Më mirë radio apo televizion? Radio. Gjithë jetën radio. Domethënë po pse? Është e çuditshme kjo punë. Pra se shumë njëherë dhe ai misterioziteti që ka radio kur Robi nuk ta shef fytyrën nganjëherë është më misterioze. Është më misterioze radio. Më pëlqen më tepër, më së drejtë. Është më e këndshme, është më sportive. Në radio shkon me tuta, në radio më mbajt këmbët si dush. Po. Mbi gjitha lun muzik. Pastaj ne jemi brez, jemi formu nga radio. Domethënë ne po mos një gjojshim radiot e huaja të asaj periudhe. Domethënë se ka qenë FM-t, valët FM i kemi njoft mbas vitit 90. Shumë po, brava. Por ne ishim me valë të shkurtra, valë të mesme.
Edhe arinim dëgjonim edhe BBC-n ose radio franceze, domethënë me frekuenca të shkurtra, po ti dëgjosh për shembull një këngë, ne kishim një memorie të jashtëzakonshme pa ditë në anglisht, ne mund të shkruanim vargje të tekstit edhe ashtu siç i dëgjonim. Pastaj fillum merrim informacion, fillum dallonim grupet e rockut, domethënë fillum bënim dallimet e gjinive, për shembull kur kam mësuar për herë të parë cili ishte ndryshimi mes rock and rollit dhe blues. Kam gel, domethënë këtë më mësoi shoku im, domethënë i cili ishte një i çmendur mbas Jimi Hendrix, domethënë dëgjonte Jimi Hendrix. Por kuptohet ti nuk kishe majtofon ose kaseta, gjëra që ti zgjidhe. Ti dëgjoj atë që jep ai atje. Çfarë transmetonte? Për shembull kemi dëgjuar hit paretin e Italisë, ai na ka vetëm një gjë që nuk kam bërë dot në radio, s'e kam bërë, ka qenë një program me këngë popullore jugoslave i quaj Pozdravi. Atë se dëgjoja dot, ai kisha alergji, domethënë ai ishte mos gabojmë 5 dite. O shtinte lagja me atë programe. Në gjithë po. Unë atë muzikën jugoslave, këtë muzikën folk jugoslave Eurea, domethënë nuk e. Po zave vetëm folk edhe edhe jugoslav kanë pas grupet Dragana, po jugoslav, po Pozdravi ka qenë jepte vetëm shumë popullore folk. Popullore, ndërsa pastaj grupet rock të Jugosllavisë si njifja, një pjesë, domethënë atje ka një gjë që dëgjoj edhe sot kësaj dite. Por në të njëjtën periudhë njihja edhe grupet e Kosovës, domethënë po ata kanë pas goxha. Ata kanë pas goxha aktivitet. Qurmat kanë qenë vitet 80 dhe burr kanë qenë super grup. Po kanë qenë regjistrimet, kanë qenë Minatori, kanë qenë Minatori, po. Ka qenë 403. Po. Që për mua është një grup i jashtëzakonshëm sot kësaj dite. Edhe tekstet shumë burre kanë pas. Tresh me Hektor. Me Hektorin, po. Hektor Gjugjalin, por kanë qenë këto grupet e Mitrovicës. Çuditërisht në Kosovë, përveç 403-shit, pothuaj të gjitha grupet ishin nga Mitrovica. Domethënë ishin grupet që bënin jetën, po themi, sociale që bëshin minatorët. Aty vinte, se duket edhe shpirti rebel, vinte prej asaj periudhe. Po ka pas shumë në atë kohë. Intervista më vështirë që ke bën ndonjëherë. Ke një intervistë që je ndjej me të vërtet në siklet ose a që e kam organizuar? Ka pas plot më burrë. Ka pas për shembull të vinë njëri tap në studio që këtu që ne funksionon mirë kur vjen tap në studio, po kur vjen televizion është çik ndryshe. Se harrojer kam bërë një sherr monumental me këtë tak ngjelen. Edhe që atëre kam zët, domethënë nuk u puqa do të më me atë njeri. Se kisha organizuar e bëshan radio, ishim Top Albania, edhe akoma s'kishim fillu Top Channelin. Domethënë do këtë qenë 2001. Ka pas zgjedhje në atë periudhë, mos gaboj. Jo mos gaboj, kanë qenë zgjedhjet e përgjithshme, sepse pavarësisht se ne nuk ishim në terren, në atë kohë ishim ne që vërtetuam thyrjen e kutive që bëri Luan Rama në Bulqis. Edhe atë kaset me atë filmim ja kemi çuar ne doktorit, me cilin pastaj u bë dosja dhe edhe shkuan deri në Bashkimin Evropian me atë lloj filmimi që i kemi dhënë ne atëherë. Edhe u bë pastaj zgjedhja e presidentit me konsensus, u zgjodh Alfred Mojsiu dhe në 2005 pastaj erdhi Berisha në pushtet. Kjo ka pak rëndësi. Edhe në atë kohë organizoja një intervistë me Gramos Pashkon, avokatin edhe Dashejn. Të tre bashkë me herë. Të tre bashkë me herë. Ishim të tre në një studio. Domethënë, tipuqje të tre ishte kryevepër. Por emisioni ishte ndarkë, edhe Dashi erdhi si vjet Dashi. Edhe në mëngjes. Edhe ky më thot mu nuk futem në studio. Po i thash ti futu në studio, edhe po flasim më pak me Dashin. Unë e laf. Domethënë po i flasim më pak ose as pak. Jo, po çaja mund fillon ai se ai është ka një qendrim british pa ditë anglisht. Edhe thotë po kshu apo ashtu i tha dhe Gramos Pashku i tha po mirë dhe tani ne kemi ardhur përzimet ta bëjmë emision. Dhe nuk u fut në studio.
gjë që më prishi emisionin. Dhe ngeli emisioni pa bërë, por kjo ishte e tmerrshme on air, domethënë. Pastaj kuptohet kur dalim në shkallët e topit, mua nuk është se më mungonte fjalori i duhur dhe kështu mora gjithë listën e shtëpisë të avokatit, nuk lash gjë pa i thënë. Ky njeri i çmendur merrte ti me shoqe dhe i thoshte ky më shan pse e mban ti këtë për burr ndau nga burri. Ma ishin nga këto lloj historirash, domethënë merri vërtet. Unë e merja këtë pastaj dhe i thoja çfarë je duke thonë, domethënë ku je ti tani? Domethënë nga gazetari. Nivelit kombëtar përfundum te lagja Babreqa. Dal tek. Pa kap me flokësh. Kuptojnë hipopistat. Ndërkohë që Dashi nuk e kuptonte pse si ishin. Po ka momente nëse tani kjo mund të quhet e këndshme. Do të tregohet si bërë. Tom Kuka këdo. Pse Tom Kuka? Pse jo Keldemi? Po e ka menu gjatë këtë punë më ren, por ta thash që unë kam 30 vjetë që bëj këtë lloj zanati, më tepër se 30, që dal në radio, dal në televizion, dhe dal si Keldemi. Po, patjetër. Por halli i madh është që ne që dalim, nuk i tregojmë shumë gjëra që po tregojmë sot. Dhe ajo figura që është krijuar në televizion ose në radio, nga njëherë është kështu figurë që nuk ekziston. Domethënë sepse as Ardit Gjebrea nuk është ai që shohim ne në televizor, as Renisi, as Eugen, nuk kemi këta që dalim në televizor. Pra në një farë mënyrë ne kemi krijuar një lloj personazhi i cili është arren nga fillimi në fund, por në mënyrë paradoksale ka emrin tat. Tani kur ti bën letërsi ose kur bën art, kur bën këngë, ti ke nevojë që edhe ata të cilët kanë natë të vinë mbas teje. Kështu që unë duhet ta tradhtoja personazhin e rrejshëm që kishte emrin tim, që në vitet 90 vdisja për këtë personazhin ta krijoja, ndërsa tani se duroj të bëj. E kemi gjithë pak a shumë. E kam dhënë. Mu desh më qef mbas një pseudonimi, domethënë në mënyrë që thosh sa gjona që Keli nuk i thotë dot. Jo, më tepër është njeriu kur bën letërsi, po me siguri dhe ju kur bëni muzikë, jeni shumë sinqert. Domethënë ti mund të rresh gjithë botën, vetëm tatë se arren dot. Domethënë nëpërmjet artit tatë është e pamundur që ti të gënjesh. Nuk mund të shkruash dot me dy fytyra. Domethënë dhe doja patjetër që ta rezervoja këtë lloj të vërtete me aq pak lexues sa kemi, se nuk është se po thyen librarit për të lexuar mua. Por me aq pak lexues sa kemi, unë doja që t'isha unë, pra mos t'ishte ky Keldemi që është personazhi televiziv. Pero një nga bezditë më mëdha që kam unë është kur bëj takime letrare, kjo më ndodh në Shqipëri, sepse jashtë nuk njeh njeri, më pyesin për televizion. S'kam që të them për televizion, si hapja kuti, si bëja festivalin, apo si zihesha me takime, që të them do. Mas emisionit. Me Dashi nuk e mësi në njërë, me sa kujtojnë. Por, prandaj kam përdorur pseudonimin. Më tepër me shpëtu veten time, domethënë. Po si emër, pse pikërisht ky lloj emri mbiemri? Është një personazh që kur shkruajsha në Shkodër, kur isha student, domethënë e kam në disa tregime dhe madje edhe romane, të cilat nuk i kam botu, sepse i kam konsideruar të pa botueshme, domethënë jo në niveli. I ke marru dhe pastaj ke vendosur s'do i botosh apo i ke lënë për gjys? Po, ka edhe ca që i kam lënë për gjys. Po të ha shumë kohë po. E ke marru deri në fund, si ta ka bërë zemra me thonë që. Nësë puna jonë që jemi detajist deri në fund, që nuk e nxjerr dot i këngë për shembull se ka detaj akoma të paperfunduar, që ti e di vetëm ti. Shumë voluminoz, shumë ha shumë po, u dëgjon. Jo, është me periudha kjo, vendimi me fjalë. Domthonë, unë kam marrë vendim mirë diku nga viti 95-96 që nuk botoj. Domthonë botoja rregullisht, letërsi flas. Sidomos në shtypin periodik, domethënë në atë kohë gjitha gazetat kishin faqe letrare.
Letërsi artistike. Letërsi artistike, po. Gjitha gazetë, pa përjashtim. Kan pas. Bënin suplemente një javë ose kishin faqe letrare, domethënë sa erdinin e kështu me radhë. Dhe unë vendosa mos botoj më se nuk më mbushej mendja që kisha në një kështu dhe vazhdova shkruajta në vetë mi në periudha të ndryshme kohore, ku isha në për redaksi, në për gazeta, në për gjona, sidomos kur s'kishte njerëz rrotull, merresha me këtë punë. Dhe pa e konfrontu veten me publikun. Në momentin pastaj që vendosa me bëtu, ishte kjo puna e pseudonimit. Sepse gjithë mendojnë që unë kam shkruajt vonë. Madje ca më thonë që ka qenë gazetar, pastaj u bë dhe shkrimtar. Kjo s'është e vërtetë. Unë kam shkruajt shumë i vogël, domethënë madje me poezi nuk ja thoja dhe edhe kam shkruajt skica, tregime, por shumë i vogël, jashtëzakonisht i vogël. Domethënë kur isha vit para gjimnaz, më thonë. Domethënë që mund të isha 14 vjeç, se mbaj mend. Po dhe më herët, tani se kush e dhe disa nga ato gjërat pa botuara që janë të periudhave të viteve 90, aty më shfaqej ky personazhi me emrin Tom Kuka, ndoshta nga që isha në Shkodër edhe më qëndronte me zakonshëm në pikpamjen muzikale më vinte më mirë në vesh. Dhe tek romani që po botoja, Tom Kuka ishte personazh i librit. Ishte kështu organizonte funerale, domethënë, si më thonë nga këto. Dhe kur më thot botusja që mirë dakor, ta mora vesh që ti s'do me dalë me emrin tat, po mirë pra i emër që ta vend dhe unë pa vrameni tash Tom Kuka. Dhe kjo është karakteristikë që her pas here në për librat e mi Tom Kuka është edhe shkrimtari dhe personazh. Po jo personazh kryesor. Është domethënë një lloj egocentrizmi që ka. Po ka dhënë influencën e vet edhe Shkodra besoj me shkrimtarë si Bona Vigjenis edhe ai Miloš Gjergj Nikola, megjithëse e ka dhënë çik, ë? Aleksandr Stavër. Në vitet 30 një pjesë e mirë e shkrimtarëve shqiptar kanë qenë me pseudonim. Lezgush Poradeci, patjetër, Mitrush Kuteli, Kri e ka pas Nonda Bulku. Po, ka pas Kri. Është letërsia e viteve 30 fantastike e Nonda Bulkus. Po. Pra kanë qenë disa shkrimtarë që përdorin pseudonim. Në vitet 30 është ka qenë shumë e hapur. Por dhe sot e kësaj dite keni shumë shumë shkrimtarë që kanë dhe emra të vështirë, për shembull para ca javësh takova në Torino, sepse ishim në aktivitet për bashkët një shkrimtar palestines. Pa i kishte një emër arab shumë gjatë, domethënë që e kishte kur e thoshte emrin e plot, domethënë ose se prodhoi dot, se ku fillote ku mbarote. Ishte pak a shumë si emri aty mirditorit që ishte edhe i funit le të mbylli derën. Ai gallana po. Edhe ishte pak a shumë e tillë, ai e kishte bë Moen Masri. I kishte rënë për shkurt. Emër mbi emër. Pra drejt. Çështja e pseudonimeve është romani parë ku ka dalë nga botim, domethënë nga 2016 lexovën apo ja fuzi kohë informacionet. Atëherë duhet të ketë dalë. Në 2016, po, atëherë duhet të ketë dalë. Roman që e pa dërbo ndër vite apo e shkruajt edhe me idenë që do e nxjerrë të do shkruajt do e botoj. Hidet e kam shkruajt kam qenë madje në Radio Tirana, bëja një talk show aty në atë periudhë që e bëja në televizion, po jetoja në Radio Tirana. Unë s'kam jetuar asnjëherë në TVSH, kam jetuar gjithmonë në radio. Po, dhe zyrën e kisha aty dhe studion e kisha bërë Radio Tirana. Edhe aty shkruaja, kisha një zyrë të vogël edhe shkojsha që herët mjes, edhe aty si qel prifti ishte ajo, domethënë. Edhe burin e vet. Aty punoja, domethënë, madje mbaj mend që ngjitur kisha Mand Xhulin, i cili edhe ai e bote emisionin e vet, bënte këtë emisionin për historinë e rockut, të jazzit, të mandit. Po. Ishte super emision, bukur që është bën herë. Si kanë histori. Si kanë heq për në eksistente, po si japin reklamë marketimin e durë, burr, është vetëm çështja e marketingut, është çështje politike të brendshme, se vjen ca që bëjnë pastaj të flasin për nuk e di, po ne do të lejmë për diskutim. Edhe aty e kam shkruajt nga fillimi në fund. Domethënë, spuntën e parë e kam pas në Lisbon, shumë banale. Isha bashkë me Silën dhe me Gocën.
Domethënë një nga sheshet e Lisbonës, oqeani përballë. Këto dyja çfarë po bëshin thotë ti? U futën me i dyqan. Normal. Edhe unë por isha ul Buzi Shadrvani. Ti s'kishe çfarë më bë me fjalë. Fare më po prisja ishte me këtë ide, domethënë që kur do dilni. Se dy goca më ishin futur nuk marrin. Edhe duke pa atë, domethënë më erdhi skena e parë e romanit. Domethënë më erdhi madje edhe emri i personazhit më erdhi në Lisbon. Dhe e majta men atë si skenë, si kështu, domethënë dhe edhe gjatë kohës se truni kështu të punon, pastaj ti fillon jeton, siç jeton me motivin, jeton me tramën. Edhe sa u ktheva pastaj në Tiranë, fillova duke shkruajt atë. Ju dhe zhvillim. Ndërsa një libër tjetër për shembull kam tentu vite ta shkruaj për herë, Gurët e vetmis për shembull kam tentu ta shkruaj shumë i ri. Po dilte tekst shumë patetik, më dilte ku dëgjom, dilte kështu si klishe. Fare. Ndinin të mirët shumë të mirë, të këqijt shumë të këqij. Ishte ekstrem. Ishte domethënë dhe modesht kalonin vite që të merrja informacion, të lexoja, të pyesja, të ritesha vetë intelektualisht që ta arija ta zotroja historinë. Edhe ai thuhet që ka dalë libër i mirë. Pastaj të tjerët ka ca që vinë, ka ca që i gjen rrugës. Po tash jam proces në libri, roman. Jo, nuk jam në proces, po e di se çfarë do bëj. Domethënë është nuk jam ul akoma me shkruajt, po e di se çfarë do bëj. Në çka kuptime ti? Di temën, fabulën. Di historinë, di ngjarjen, domethënë di subjektin. Unë nuk para shkruaj pa ditë gjëra. Domethënë nuk shkruaj. Je si në fazën Lisbon, pra që ke kriju një domethënë është një shije, një bulz edhe e mbaj mend atë dhe filloj bashkëtoj me atë, domethënë. Po kur shkruan ke për shembull, ke përpara syve një lexues që mund të lexojë librat e tu, domethënë përpiqesh ti afrohesh lexuesit apo thjesht shkruan çfarë shkon mendje, domethënë nuk ke fare, nuk bën kështu. Jo, shkruaj me shkruaj. Se merr parasysh se kur do lexoj. Më intereson fare. Më intereson as çmimi, as sasia e shitjeve, asnjë gjë. Njeriu shkruaj për vetë në vetë, nuk ashtu fakt do të jetë. Ashtu do të jetë. Po ka që shkruajnë për masën, ëh. Procesi i shkrimit është proces ti çirohesh, ti ke nevojë të çirohesh. Sado shkrimtar i mirë ti je, domethënë flas për Shqipërinë, për gjuhën tonë që atë përhapje ka dhe të tjera. Ti e di shumë mirë që lexuesi jot do jetë gjithmonë i vogël në numër, nuk ka përqen tani mund të qelloj që të jetë masiv, po prapse edhe lexuesi masiv nuk është si dikur, si përpara viteve të internetit. Domethënë tani është më i përmbajtur. Domethënë është shumë e vështirë që ti të kërkosh nëpërmjet shkrimtarisë famë të madhe o ku e di unë se çfarë. Po më kjo s'ka interesu në herë. Unë shkruaj për veten time, nuk është se unë jetoj me tjera gjëra, nuk jetoj me shkrimin. Kështu duhet në fakt edhe çdo fushë krimtari në fakt edhe muzika. Kështu duhet të jetë. Patjetër. Kështu duhet të jetë, pavarësisht se bëjnë të gjithë. Muzika ka një ritëm tjetër, domethënë që fillimisht për të ekzistuar ti duhet arrokësh famën. Pastaj kur je shumë i konsoliduar fillon të bën eksperimente. Domethënë është logjike që të ndodhi kështu. Unë nuk jam i parimit që artisti duhet të jetë i varfër. Ka një dialog me një tjetër shkrimtar Marquez që ja thot tamam këtë gjë. Domethënë thuhet që veprat më të mira bëhen kur njeriu është i varfër. Dhe i thot kush ta ka thënë ty, mëse nuk ka gjë më të poshtër, ti je i varfër dhe të shkruash, domethënë ose të bësh muzikë, të kesh hallë ekzistence. Domethënë arti është nuk po flas për njerëz pasur, po për njerëz të qetë nga hallet e tjera. Dhe shpeshherë ne jemi në Shqipëri, kapemi mbas artit dhe shumë shpesh kalojmë kufit e ekzistencës sepse nuk e dalim dot, ti edhe shtregu ose nuk të kuptojnë. Por njeriu duhet ikim edhe duhet jetoj. Do gjej edhe rrugë mesme në fakt. Po nuk është mëkat me qenë me pas sa lek me fjalë, edhe nëse bëj art. Se kështu e shohim. Por gjithsesi edhe këta që janë të varfër, pse historia ka treguar boll që kanë dalë kurrë vepra nga njerëz që s'kan pas ekonomike. Pamundësia, dakord me jam, por për shembull, çfarë të them, kanë dalë kurrë vepra nga njerëz pasur. Po. Giuseppe Verdi s'ka qenë fare i varfër, domethënë qenë. S'është thënë, po s'është thënë. S'është kusht me fjalë.
Domethënë, ajo pastaj varet se si të qëllon, domethënë si të ka bixha kur I themi në Tiranë. Po, përkthime veprat e tuaja janë përkthy jashtë këto? Ja, përkthyen disa gjuhë dhe vazhdojnë të përkthehen. Do të jetë një ndjesi më interesante, bukur do të jetë kur libri jot është I përkthyer në gjuhë të huaja dhe lexohet, vlerësohet me çmime. Domethënë që të kuptosh një gjë, domethënë të përkthehet dhe të blehet janë dy gjëra ndryshme. Po do të filloj të përkthehet që të arrit të blehet pastaj, kupton? Se mos u përkthy. Dhe këtë ti e merr vesh në momentin kur ti shkon, dhe unë shkoj shpesh, nëpër panajire librash të huaj, që janë ambiente shumë të mëdha. Gjigande, dhe në mes aty mund të jenë me qindra mira tituj, mes cilve edhe ti. Domethënë ti je pak a shumë se ajo pika në oqean. Dhe në këtë pikë pame, pastaj ti ke nevojë, siç ka nevojë çdo lloj artisti, Marketing këtë. Jo vetëm marketing, ty duhen në rreth parë njerëz të dur. Domethënë jashtë Shqipërisë ti nuk mund të ecësh dot pa një agent. Patjetër. Nuk mund të ecësh dot pa një shtëpi botuese e cila të vi nga mbrapa, të bëj të organizoj takime, të organizoj intervista, të shkosh në këtë pikë pame, për shembull në Itali po jo vetëm në Itali, edhe në vende të tjera ku kam qenë jam I plotësuar. Por jam akoma shumë larg emrave të shit. Nuk është se unë kur shkoj në Itali që ka qëllu me shku dhe herë në javë për të marrë pjesë I ftuar, jo I shkuar, pra është ndryshe që ti të ftoj Salloni I Librit në Torino apo Book Fairi I Milanos apo Leipzigu, domethënë flas kur kam qenë I ftuar, sepse ti mund të shkosh prej bileta dhe del aty bollej foto, nuk është se ta ndalon njeri këtë gjë. Si ndodh rëndom. Po kam qenë prapë I ftuar dhe kam pas në takim 60 veta, 70 veta, ja dhe 100. Ty do të jesh I lumtur. Patjetër. Sepse kjo është pjesa që të takon. Pastaj ajo që ne presim si njohje, si fame, si kështu, edhe ndoshta nuk ndodh kurrë. Ti mund të jesh shkrimtar shumë I mirë, por nuk të ndodh, nuk të vjen. Ndalon njëri në rrugë. Pritu me lu semaforin. Ju pastaj dini më mirë se unë, sepse keni marrë pjesë në festivale të muzikës rock në të gjithë botën, keni qenë. Dhe e kuptoni se sa e vështirë është që ti të futesh në biznes, tysh në treg. Prandaj këto gosat e Shqipnisë që e kanë dalë, jo Dua, jo Rita, jo Eva Maxe, ku e di unë si çfarë, përveç se janë shumë të mira, shumë zonja të tjera, kanë pasi bilet lotarie që u ka ra. Dhe kanë pas njerëzit e njohur në momentin nga mbrapa që domethënë nuk është se vënë dur. Në qëllon, fjala vjen të dëgjojmë grupet shqiptare, domethënë jo pse jeni ju të dy këtu. Dhe të themi mi, ta pse nuk janë më të famshmit, më të shiturit, pse nuk janë për billboarde. Dhe ti bën një krahasim për shembull me një grup të huaj, dhe ti e kupton që edhe okay, mund të kenë një ose dy këngë, po. Nuk është se për shembull unë sot po të më japësh biletat për Måneskin nuk shkoj. Po e thash këtë me zë të lartë, pastaj mua më drejt është. Por ama, po të më thonë, do shkosh pa tjetër, o të Måneskin, o të Gigi D'Alessio, shkoj të Måneskin. Keqë ka dhe më keqë. Me që e lafit do vi Gigi D'Alessio këtu në Tiranë. Do vi? Ska ardh akoma, kur është? Jo, është në fund prillit, më duke, 24 se 6 prill. Do vi, se do shkojnë ato të shpistime. Nuk shkoj. Kero kemi dhurat për ty. Simbolike nga të fortit, është nga sponsorata. Babagjyshi sot është Genti. Ju I bënë janë djemtë të fortit, është një kompani që bëjnë kapele, shallëra me tematika të historisë shqiptare. Po të sjellura në modernizëm. Po. Ai është Skënderbeu për shembull, I sjell në modernizëm. Këta janë fantastik. Po sa kem çikok të mëo. Ishte ka një letër aty më duket. Ka një letër aty më. Po. Do të heqë. Faleminderit Fortit. Këto që kanë shumë e bukur.
Jesh zakonisht e Edhe ca bukur. letra kështu bigjozi me figurat kombëtare. Shkoka. Shkon. Dhe ka në ngjyra të bukura. Shkon po. Mirë. Ajo është shall? Është bileta për Gjergj Dalesi. Po kjo më çfarë është? Është shall kështu që shall, vendos po. bërë. Ke qytetet aty më duket, Po qytetet. po, Vlorë, Kumanov, Nga po, ngjyra. Shqiptaria. Mitrovica, po pra që edhe kjo që është shumë e bukur. Jashtëzakonisht e bukur. Komplimenta çunave dhe do i bëj, ai sa kam dorë, do i bëj reklam këtu. Faleminderit Fordit, faleminderit Fordit. Gjithashtu do falenderojmë dhe sponsorat tjerë. Falenderojmë Jack Daniels që na përkrah. Faleminderit Jack Daniels, jeni shumë të mirë. Falenderojmë dhe Klar që janë mrekullueshëm edhe na mbështesin gjithmonë. Faleminderit shumë. Gjithashtu dhe Laser Way Clinic, e cila na ka mbështetë edhe na ka shtu dhe ca lesh. Lesh me qime. E ka për ty me siguri. Jo për të dy. Për të dy. Për të dy. Ama. 2 herë, jo një Jo, herë. ma, nuk Te e Laser besoj Way. dot, nuk e Te Laser besoj. Way. Ja, më dhanë mundësin që të rriz dhe i herë flokët. Bravo. Isha rallu dhe unë të nga... Ky doli të keqes para. Normal. Në farzësisht të tamam. Ja, si isha bota mam, po isha në rrugë e sipër. Rosh, faleminderit. Okej, Faleminderit. përveç se shkruan, përveç se merresh me televizion, përveç se merresh me radio, por edhe gjithë ato impenjimet familjare. Bën e gjë tjetër, çka ke ne pasion? Më pëlqen të bëj sport, më Qa pëlqen, sporti? po e kam me periudha. Po dhe hiking, me unë gjitë në për male. Është shumë mirë. E bo, ha? E po, atë e po. Por e kam me periudha të thash, dhe më thënë, kam pas bo shumë palestër, tani kam me periudhë pauze. Dhe më thënë, vje ka jere majtë Ti hundës. pas bëu kështu sistematikisht? Sistematikisht, po. Për ditë, jo ditë, jo 2-3 herë në javë. Kështu me gira, me shtanga kështu apo kështu kardio më shumë? Jo, me gira, për shembull. Pesha. Varesha kokë poshtë për të bërë muskuj barku, për shembull, me këto lloj gira. Po. Dhe po madje tani po mendoj, javës tjetër mendoj që të rifilloj, domethënë. Sepse mirë. Palestra është e mirë. shoh që edhe me moshën fillon bin çik masa muskulare, kështu do ke nevojë për të tonifiku. Pavarësisht se nuk kam kujt i zhvishem, por gjithsesi. Nëse Robi punon edhe për veten e vet, ndihet mirë për veten. Domethënë, e kam fjalë që s'kam vretje. Në këtë periudhë. Pastaj më pëlqen shumë me pas sport, me shku nëpër stadiume, me ndjek Dele Alpi. Ish Ja, tani- si e ka Juve tash? Juventus Stadium, Juventus Stadium. Allianz. Po në Dele Alpi ke shku ke i vjetri? Jo, te i vjetri jo. Te i vjetri jo, kam shku te i riu, Ke ilish tifozi çmeni Juve si ta di. dhe nëpër stadiume të tjera. Dhe shkoj nëpër koncerte, tani në verë filloj ndjek koncerte. Gjë më e bukur. Për shembull do jem në Imola për AC/DC. Unë do i shoh Nashville si vjet, me datë 20 maj. Me zor për pres, ja. Jam përgatit që tani shpirtërisht. Ja, dhe unë kam prej biletat, i kam... Në fakt thamë mu për Imola, po nuk kisha mundësi për çështje datësh. E di këtë koncert në Imolës. Kam- Dhe do kam me pre pas dhe- edhe Një herë do do dalin pa. nga tregu tash avash. Ma Bas dalin kam- nga tregu, nga tjetër lloj tregu. 4-5 ditë mrapa kam prej bileta dhe për Guns N' Roses në Vjenë, Po. por aty s'më mushet me një se nuk e di kush ishte ai legend që më dërgoi, Një video të Akselit kohët e fundit, Madomenja. Për të kënomën e Aksel. po kishte lënë vetëm zërin e Axlit Po, dhe zëri, i kishin po. ai gjitha muzikën. Tash që Akseli s'është më që ka qenë, Po jo, diskutohet. nuk është mo ai që ka qenë, po si ishte fare në asnjë vend. Nuk është fare, ja. Shko Robi me pak për nostalgji. Po jo, po ai i biqet të këndoj me mbushje, të vendosi pjesën playback. Jo ta thot Geni se nuk vendos asgjë në playback, ashtu sikur ta ka nisë i shoku, ashtu e ke Akselin. Ashtu e ke. Ishte vendosë ai. Po fati mirë do shohësh Dafin Slashin, Dafin e kena pa në Tiranë, Po, kam qenë grup supporti unë. Po. Legendin. Po. Po është e çuditshme sa me kom tok, domethënë që kur erdhi ishte na pyeti, na dha dorën. Baterisi i ri i Gansave ka qenë me grupin e Dafit që ka këtu baterisi ekzistent tani i Gansave që ka ndruar ka një muj. Ka qenë me Dafin baterisi, ai ishte i pari që hypin skenë, na dha dorën gjithë, unë jam filan, e ke parasysh njerëz me kom tok. Jo, ata janë artist për vërtetë. Do një artist i mirë, nuk është Nuk ka vend për port fare. Shumë e drejtë. Vjet pash Bruce Springsteen 3 orë ca koncert në Monza dhe
si stambajtja si fjalim, nuk na tha asgjë, domethënë, dhe nuk iku as një moment nga skena, dhe kur kishte nevojë të shlolli, ata mbanin introduksione pak gjata, derisa ai të domethënë, por një koncert i jashtëzakonshëm 73 vjeç ai, domethënë 3 orë ca. 3 orë ca. Kot nuk janë ikonat muzikës botërore. Po pra, Po pse domethënë janë aty ku janë. dhe shumë modest, jashtëzakonisht shumë modest. Por edhe ne unë ndjek edhe këto të Shqipërisë, nuk është se se shkoj vetëm tek ta më të Po jo, koncertet t'japin një frym, edhe unë shoh kur kam mundësi shoh shpesh koncerte jashtë, domethënë t'japin të mushin, sikur të mushin me ishik optimizm ose çlirohesh. Ose të kthejnë në një moshë tjetër. Shumë nostalgjia edhe, për është shembull, pra ne po them. Shkova në Circo Massimo, kam pa Roger Waters. Dhe isha bashkë me shokun tim dhe ne të dy ishin më të rinjt, ata ishin gjithë 70 e ca vjeç. Se janë komplet tjetër tjetër brez. Ne ishim më të rinjt, domethënë te grupi. Ka thënë pasanar dhe kalamoj. Dhe me siguri ata në jetën e përditshme mund të bëshin mjekun, bankierin, pini shumë ashash, Jo, po ka një diçka, Roger Waters për shembull është i pari që ka sistemin surround të fonisë. Ti do ta kesh ndjetur, domethënë vjen muzika nga gjitha anët. Po. Sistemi surround, domethënë kur je aty mrena ndjen me të vërtetë gjithë atë psikedeline e muzikës të Pink Floyd. Ishte po na mate shumë fjalime. Pajti shumë. Po, normal se. Po ky shko me këtë Gilmour, Jo. Janë zi, Si nuk janë se e kishte në një koncert, e kishte si të ftuam, si është me luaj një solo, e hypi sipër skenës, si ishin bën event që hypi me gitarë, po. Domethënë nuk kanë sërën prish, po ma nuk. Rino bashk. Jo, neve na tha dhe më kur liti Another Brick in the Wall, kur erdhi puna e solos. I moment saktuar tha, haj pra ju që kërkoni Gilmour, ja shifeni këtë të rion. Por Ja, Shifeni këtë të rion, po. Është një dëgjë. Vajtë 80 vjeç edhe nuk merren vesh me njëri tjetrin. Imagjino. Okej, do. Më shpinë tuaj, sa e pranishme është politika, duke qenë se Mesida tash është pjesë e politikës edhe Ja, nuk është shumë e pranishme. I sjell Jo. bisedat politike në shtëpi? As unë nuk çoj punën në shtëpi, as ajo nuk e sjell punën në shtëpi. Domethënë madje për politikë, sidomos për politikë të jashtme, më shumë fletin birë se sa flasim ne. Sidomos kur janë këto zgjedhjet në Amerikë ose kur ka zgjedhje në Itali, domethënë apo në Francë, ai është shumë i dhënë mbas tyre, domethënë, por nuk para flasim për politikë sepse u bëm dhe shumë vjet që merrem me këto lloj zanotesh. Dhe në fund fare ajo është profesioniste e punës vet, por ne rrim bashkë jo prej profesioneve. Dhe mbi gjitha kemi pas një karakteristikë që kur unë nuk i kam dhënë mend asaj, domethënë Si ke dhënë një sugjerim për çështje të caktuara se si me vepru. Jo, domethënë kur ajo më pyet. Kur pyet, po ato do të thotë edhe Kur më pyet bëjmë një bisedë normale siç bëjnë dy shokë me njëri tjetrin. Por për shembull ti them që bëja këtë gjë kështu sepse ai do mendoj për ty që nuk është zanati im, domethënë nuk është pjesa ime. Dhe mbi gjitha kur në jetën time nuk i kam dhënë një rekomandim për njerëz të caktuar me të cilët ajo duhet punoj, ti marrin ti rregulloja, ti sistemoja. Shumë drejt. Më nuk e kam pas asnjëherë këtë, unë s'kam dash kurrë që cilat merrem me politikë. Dhe sa herë vin zgjedhjet unë mërzitem shumë që ajo është e përfshime. Nuk është gjë e lehtë që ti të jetosh me i gru që merret me politikë aktive. Siç besoj nuk është e lehtë për te që jeton me mua që por kur ti e pala që e pson, ti mendon që s'është problem për tjerët. Po për shembull ka qellu një emision para disa vjetësh tek Fevziu që unë nuk po e shifsha emision. Unë isha duke pa Që për shefin tonë në shtëpi, po. O futboll ose po shifja krejt tjetër gjë. S'po ndiqen. Dhe me që unë bëj emision në mëngjesi, unë flej herët, zakonisht, edhe nga ora 10:30 flej gjumë. Dhe di që çohem në orën 5 mëngjesit, çohem zakonisht, bëhem gati dhe dal, shoh shtëpinë e rrethuar me policë. Ua. Policë domethënë mund të dera shtëpisë, domethënë thash, po këta, domethënë. I thash, çka kanë ndodhur? Kështu na kanë thonë, tha. Nëse mora makinën shkoj në të bëj emisionin, domethënë.
Edhe aty më thanë këta të redaksisë ure futu shif çka ka ndodhur në YouTube. Edhe ishte bërë një tollovi shumë e madhe, kjo ishte pasi polemik shumë të ashpër me dikë tani atje. Ai kishte sjell ca që i kishin shku të studio opinionit, policia nga krau tjetër, domethënë e kishte shoqëruar policia, kishte sjell deri në shtëpi, kupton, dhe unë këtë e mora vesh të nesmen, kur mbarova emisionin mëngjes, unë nisa drejta për në shtëpi, nuk bëra rutinën që bëjmë zakonisht. Edhe gjë parë që bëra i thash policëve hikni. Domethënë, po jo kemi urdhër, leje urdhrin, i thash nuk e ruaj vetë rrugën, domethënë duhet. Dhe era dy të pyes këtë, domethënë thash, o i gruça ke bodje. Ku di jo? Por her pas here, për shembull kur marrim nga këto, tani ka kohë që jemi goxha të qetë, po përpara kur merreshim kështu kanosje gjëra. Kërcënime. Asnjëherë nuk e kemi fol me njëri tjetrin, asnjëherë nuk e kemi shtruar në shtëpi e kështu, sepse më prisi ata që të kanosin nuk bëjnë gjë. Jo. Ka shpreh. Duhet të ruhesh nga ai që s'flet. Ai po. Po ty vet ka ndonjëherë në ofertë për të bërë pjesë në politikës? Shumë shpesh. Vjen her pas here. Jo, tani jo më. Tani jo, sepse që kur është bo deputete me sila dhe u bon shumë vjet tani dhe jo, do më ka që 2009. Apo s'lejohet, si është? Jo më lejohet, por për para, tani e kanë kuptuar që një përshpim mjafton. Por për para, mund kam pas oferta, jo vetëm nga e djatha, dhe nga e majta më dje, por nuk ka qenë vokacioni im, nuk është se këtë dashme, shkurt. Si puna ime. Si herë, nuk është se thot në gjë politika, domethënë nuk është se unë respektoj politikën sepse është një profesion si gjithë tjerët, nuk mendoj këtë që mendojnë gjithë që politika është kështu e përdale nga këto lloj gjërash. Jo të gjithë ata që merren me politikën ai duda, domethënë duhet me pas parasysh. Për fatin tim të mirë, ime shoqja ka qenë pothuaj gjithmonë opozitë, edhe këta s'kan qa me vjet. Nuk është vendosur në tundim ndonjëherë. Por është njeriu e do politikën si çdo zonat e tjera. Domethënë njeri që nuk e don politikën nuk ka pse të futet atje. Po do ta kesh në do ta kesh vokacion atje. Domethënë unë çuar kam njoft ti me shoqja që në 93-shin që jemi bashkë, një nga bisedet e para që më ka thonë ka qenë tamam kjo gjë, që duhet merrem me politikë aktive. Ajo është studente dhjetorit, ajo ka qenë 7 veta organizuar grevë në Uris, një gocë kishin këta të 7 dhe ishte ime shoqe. Domethënë ajo e ka nisë kështu, domethënë, është themeluese e Partisë Demokratike, domethënë ato janë ajo ka qenë gjithë jetën me... I takon që të jetë... Edhe unë kam qenë aktiv, po kam qenë ndryshe. Nuk është se për heroizma ka ajo për të tregu shumë të tepër. E përshëndesim në Silën. E përshëndesim. Këto, çaj mungon kulturës sotshme shqiptare që dikur e kishte dhe sot se ka më, domethënë. Ky vend. Po kultura shqiptare i mungon kultura. Artit në përgjithësi. Por përgjithësi, jo. Po çfarë them unë? Jo për muzikën. Ne kemi një kryetar Akademie e Shkencash, i cili nuk ka lexuar si libër në jetën e vet. Dhe është profesor doktor me urdhër partie. Domethënë nuk ka bërë një studim shkencor. Edhe në 88 can, domethënë 89, mos gaboj, boni Ramizalia ca veta i boni kështu gjithë profesor doktor. Edhe një nga këta është Skënder Gjinushi. Tani ne kemi kryetarin e Akademisë Shkencave që ka shit partinë që të bëhet kryetari i Akademisë. Domethënë tani ç'a themi ne, domethënë ç'a thosh më tepër. Ai me gjitha. Zënë më folën gjysore. Pastaj ne kemi kompozitor në Shqipëri, ose se tashmë nuk janë më kompozitor, këta quhen producent. Të cilët nuk po e diskutoj këta që nuk njohin notat muzikore, nuk shkruajnë muzikën, po që bëjnë muzikë me lupa kompjuter. Domethënë si ndodhë rëndom. Gjen këtë kohët e fundit.
Dhe Plotësojmë puzzle. dhe mbasi e bën atë këngën ai, se nuk po flas për e kuptoj muzikën hip hop, e marr vesh sepse hip hopi ka tekst, ka gjëra që mund ta vlerësojmë do. Ndërsa këta bëjnë një lloj muzike që quhet balad. Dhe balada është si më leti mu, si të lash unë ty, edhe qa burri 40 vjeç aty qa se e kalon njona, qajnë gjithë masatit, dhe mu këto kongët më duken si mocet e Marsit që shkojnë me njona tjetër. Ke parasysh që bën ato mjaullimat, kjo është, po kjo është muzika më e kërkuar në Shqipëri, kupton apo jo? Janë ca tipa, domethënë që janë. Po pse është më kërkuar kjo? Pse kanë qenë më aktive. Po kur dëgjon se i jep prioritet media apo e do populli më shumë? Jo, popullin varet se si ti e edukon. Për shembull, ne përmendëm këtë Gigi D'Alessin, apo jo? Dhe këtë që ne kemi sot muzikë që e konsiderojmë tallava, Napoli e ka shumë zhvilluar, e ka zonë zhvilluar. Dhe kuptohet ata nëpër atë vendin e vet, televizionet lokale, radiot lokale transmetohet, por Napoli përfaqësohet në muzikën kombëtare me Pino Danielin. Nuk përfaqësohet me këta. Pra, popullin ti varet se si e edukon. Nuk ka lidhje, domethënë varet ç'a jep radio televizioni publike, ç'a japin radio televizionet e tjera, por me gjitha rrjetet sociale kështu me radhë. Për shembull, unë kam njoft hip-hopista që nuk e dinin që ekzistonin prej programe televizive. Se dija që ekzistonte Filani, Fisteku etj. Dhe bëj me faj veten, sepse them që ti nuk je interesuar për këtë zhanër të muzikës. Edhe shumë e faj nuk jam, sepse ata që janë të mirë i njoft gjithun. Unë njof Big Boston, njof Unikatilin, njof MC Crashën, njof Dudën, këta i njof gjithun. Por prap se prap, do më thënë, thoja, është faj ime kështu edhe këtej. Futesha në rrjetet sociale dhe thotë unë jam artist muzikant se dal në TikTok. Do më ka gjë që nuk shkon. Dhe njëjta gjë është në gjitha fushat e kulturës dhe artit. Pastaj kur ti krijon këtë lloj boshit madh, këtë lloj vakumit madh, fillojnë dalin gjurmusit popullor dhe gjen njonin që thot që të flet për gjuhë të huaja i shpjegon nga shqipja, i tjetër që të shpjegon kam për herë këta që shpjegojnë gjithë lashësinë e botës, konspiracionistët, toka është e shesht, por është normale që ta të kenë... Aty mos ma prek Renisin, që toka është shesht. Është normale që ta të kenë sukses, sepse kryetari i Akademisë Shkencave s'ka lexuar si libër. Dhe do të ishte ai që ta shpjegonte ndryshe alternativat. Domethënë, jemi në një varfëri shumë të madhe. Domethënë, para disa ditësh kisha në intervistë e Tem Rukën. Ka qenë ministri i arsimit, profesor, doktor, shkencëtar. I jashtëzakonshëm. Edhe po më fliste për një libër që ai e ka bërë për fëmijë me kuriozitete për kafshët. Dhe me që ai është shumë i azhërnuar, ne po e pyesnim edhe për teknologjitë e reja që po hym në inxhinierinë gjenetike e kështu, dhe ai fliste dhe dëgjoj në fund fare thash, në fund bisedës i them po mirë, po pse nuk të intervistojmë më ty ne? Pse ke hik ti nga politika? Pse si e ti ministër? Pse nuk ka ca si puna jote? Dhe kur bëj listën e atyre që kam intervistuar në vinin 2000, duke përfshirë dhe Ngjelen, Dashejn, Gramoz Pashkon, e Tem Rukën, Arta Daden, e ku e diun tani emra pafund. Dhe tani neve na duhet të intervistojmë, nëse flasim për politikë, dhe kjo është arsye që unë nuk flas më për politikë, njëri që kur flet bështyn. I tjetër që është gagaç. Njëri që ka dëgjuar 3 koncepte dhe i përdor pa ja ditë kuptimin koncepteve. I tjetër i cili operon me 108 fjalë. Ti ke personazhe i dalin në televizor, që janë gazetar, speakera, drejtues spektaklesh, të cilët janë analfabet. Po analfabet funksional. Këtu njerëzit që po janë herojtë e kohës tonë, nuk ta lidhin dot një fjali nga fillimi në fund. Më thëmë, prandaj thamon që kulturës shqiptare i duhet thjesht kultura. Duhet me shku dhe në shkollë, por nuk kemi çfarë bëjmë. E dhami mesazh të dur. Problemi është që a ka për të zgjidhur ndonjëherë ky problem?
kjo çështje. Se nëse po shkon drejt degradimit, kush është zgjidhja do të zgjidhja që të ndërpritet ky degradim. Jo, zgjidhja. Dhe të rimarin vetëm sërish pastaj. Zgjidhja ka, padyshim që ka. Thënë që në radh parë Duhet një reforma, që duhet se kjo nuk zgjidhet për i muaj. vetëm arsim zgjidhet. Domethënë unë po lexoja përpara Edhe zyshët i kemi patronazhizëm me gjëra llafi. Nëse s'del, kam një gjuhë për shkakun, nëse s'del tash në fushat pas mësimit, mund të ikën nga puna për shkakun. Po mirë, pa ajo tek nga halli, sepse ato e kërcënojnë. Del nga halli, po duhet të jetë partijës, po flas për gjithë, apo. Problemi i madh nuk është që zysha është patronazhiste, se ajo hajde do ndroj partia dhe edhe mund ta kalojmë këtë. Problemi i madh i tyne është që zysha është ignorante, e paditur. Domethënë zysha është e papërgatitur. Sepse ne mund të kujtojmë të tre bashk mësuesit tanë të fillores dhe apo të klasëve të ulta të vjeçarës dhe ne jemi në një farë mënyrë prodhimi aty në tani unë për shembull mos kisha zysh në letërsisë shumë drejt Gjajankën që kam pasur në gjimnas për shembull unë rrezikoj isha marr kur me letërsi. Këto domthonë janë ata që më çonin, por neve për shembull ne na e kanë shpjegu Bajronin në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ne kishim në gjimnazin ton profesori që shpjegonte Bajronin ishte bajronisti më i mirë i Shqipërisë. Ndoshta edhe i rajonit. Kupton, domethënë ne ishim në nivele ishte njerëz përgatitur, ka pas njerëz përgatitur shumë. Kjo ndodh, unë po lexoja dje, çfarë kishte bërë Ahmet Zogu për në periudhën përpara se të binte nga pushteti. Dhe për arsimin ai ka bërë një reformë arsimore e cila normalisht nuk mund të japi efekte sot për nesër. Normalisht neve duhet ndërmarrim një reformë arsimore dhe flas të qitë klasë të ulta, nuk flas për universitetin, se universiteti bëhet vetë, po duhet kemi një bazë të këtu poshtë. Fillimet. Me cila duhet shofi 30 vjet përpara. Ndërsa fëmijët tanë vjet doktori në pushtet, doktori thotë do morim tekstit anglisë. Vjet ky tjetri, ky thotë do morim francez. Domethënë ndoshta mund të jetë kundërt apo shumë si ka, domethënë. Dhe kjo nuk është çështje vullneti kush vjen pushtet. Domethënë me mësuesi diske punë. Mësuesi duhet testohet për vete dhe ti duhet fillosh tani dhe të mësosh fëmijët se si të ecin përpara dhe si t'i formosh ata. Kjo gjë nuk ndodh në Shqipëri. Ky është problemi i madh. Ka perspektivë, patjetër ka perspektivë, sepse jo gjithmonë punët do shkojnë keq. Mund të zbresi Jezu Krishti prapë dhe të na shfaqet. Domethënë ne nuk e dim këtë gjë. Ka gjithmonë perspektivë, por unë për vete ata të fëmijët jam mundu të i edukoj edhe në shtëpi, domethënë se shumë drejt ashtu duhet. Pastaj kemi tendencën që dhe kjo është fatkeqësi e madhe që pjesa më e madhe e shtresës ton i nis fëmijët për të shkolluar jashtë vendit. Dhe kjo pastaj është nga halli, se nga qefi ishin marrë këtu. Po, domthon, se edhe larg me pas nuk kanë qef, edhe me harxhu lek s'kan qef. Jo më ne kalamojt nuk i bëm që t'ja japim tjerëve, ne i bëm që t'i majmë për vete. Por pjesa më e madhe nuk i mban më, sepse ti do ndjekesh më të mirën e gocës apo të çunit tat, domethënë kjo është. Patjetër, do mendosh për mbrana 4 muajve të shtëpisë, si thon. Ne këtë puna e kulturës. Pra kulturë. Kelo shumë faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit shumë për këto. Këto ja di shumë për nder këto dhuratë. Ju rrofsh që erdhi herë se. Faleminderit shumë Kelo. Kemi munduar çik po. Ja, amër, por. Nga vjen robi për dy parë mohabet. Shumë faleminderit Kelo. Faleminderit gjithëve që na ndoqët. Shihemi sërish të mërkurën tjetër. Jeni më të mirë. Rock and roll. Tschüss. Bye bye.